Të nderuar këshilltar, të nderuar zonja kryetare, uroj të jeni Ja, ka internetja, kush e ka nuk marr vesh. sipas një padër, pika të rregullores funksionit të këshillit, kur kryetari mungon ose është në pafundësi të kryejë detyrat e tij, ai zvendësohet nga zonja kryetare i këshillit. Kështu që sot këtë mbledhje ordinare do ta drejtoj unë me detyrën e zonjës kryetare të këshillit, pasi kryetari e kishte të pamundur të prezentë. Deklaroj të hapur këtë mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit Bashkiak Durrës me mjetet komunikimit elektronik. Kjo mbledhje, siç jeni njoftuar nga sekretarja e Këshillit, është kërkuar nga kryetarja në detyrë zonja Mirjana Sako, nisur nga kushtet e emergjencës mjedisore në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve në territorin e Bashkisë Durrës. Ftoj sekretaren e Këshillit të bëjë prezencën online. Përshëndetje të gjithëve, fillojmë me prezencën. Jolanda Mustafaraj. Prezent. Okej. Alfred Mullaraj ka votuar me email. Ana Dhamo. Ani Dyrmishi. Afrim Bakaj. Afrim Bakaj është? Prezent është Ori. Okej. Zamira, okej. Agim Karaj. Jo për momentin. Adriana Tellari. Jo për momentin. Jurgen Zaza. Prezent. Okej. Silva Aleksi. Agim Qëraku. Qëraku është? Jo për momentin. Violeta Myhedin. Prezent. Jurgen Dashi. Pamela Bardhaj. Prezent. Okej. Sodian Kërtusha ka votuar me email. Silvana Kavaja. Kavaja është? Jo për momentin. Indriti ka votuar me email. Nurie Gjoni. Nurie Gjoni është? Jo për momentin. Ilir Subashi. Prezent. Okej. Alneida Roshi. Okej. Artion Beqiraj. Jo për momentin. Periana Kotri. Prezent është. Okay. Etleva Budini. Budini është? Jo për momentin. Mahmut Mani. Prezent. Okej. Enisa Luarasi. Prezent. Okej. Erman Laçi. Ermandin e shoh që hyn e del. Albona Begiqi. Orges Liperi. Prezent. Okej. Juliana Osmani. Prezent. Okej. Adrian Peza. Ardian Peza. Prezent. Okej. Prezent. Floresha Qosha email, Tomora Galliu email, Esmeralda Gjëraj. Prezent. Okej. Elio Jani. Prezent. Okej. Lila Çollaku, Alban Ramoitaj me email. Clementina Meqi. Prezent. Okej. Katrio Xhunguli. Xhungoli është? Prezent.
Okej. Eni Karaboja? Ka shkruar në chat, është prezent. Okej. Petrit Ismailati? Petriti është? Jo për momentin. Okej. Roberta Koti? Prezent. Okej. Aleksandr Sangonja ka votuar në email. Shqiponja Ibrahimi? Prezent. Okej. Mimoza Gjengo? Prezent. Okej. Marieta Miloshi, ishte prezent, se e pash. Fatmir Mërkuri ka votuar në email. Flutura Kasa? Present. Okej. Nazmi Bodri? Jo për momentin. Valentino Mustaka? Prezent. Okej. Etleva Velçani? Prezent. Okej. Morena Boja? Prezent. Okej. Zamira, ke 28 këshilltar online, ke dhe 9 vota me email. Atëherë, me që korumi është i pranishëm, vazhdojmë me mbledhjen. Ashtu si që gjithë jemi njoftuar me email, pika që shtrohet sot për miratimin është për miratimin e përdorimit të fondit përfituar në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 496, datë 30/7/2021, për miratimin e kërkesës Bashkisë Durrës për mbështetje financiare nga Qeveria Qendrore për menaxhimin e mbetjeve. Keni ndonjë koment për këtë pikë që shqyrtojmë sot? Mikrofonin, lutem. Okej, para se të bëhet votimi, dua të jap një sqarim dhe do të kërkoja që të më jepni fjalën në momentin e dur, si thua. Atëherë, miratojmë rendin e ditës dhe menjëherë. Okej. Faleminderit. Ka ndonjë koment për rendin e ditës? Atëherë, nëse jeni dakord, kalojmë në votim. Kush është pro miratimit të rendit të ditës? Të votohet në chat në chat. Ka kundër? Ose abstenim? Jeni më ndihmo çik me rezultatin se më është bllokuar chati dhe Janë ende duke votuar pro për rendin e ditës, nuk ka asnjë kundër, asnjë abstenim për momentin. Okay. Atëherë, Nuk kemi asnjë kundra, asnjë abstenim, janë të gjithë pro për miratimin të rendit të ditës. atëherë miratohet kjo pikë e rendit të ditës. Dhe para se të kalojmë në shkëlqimin e pikës së rendit të ditës, japim fjalën zënës kryetare Mirana Sako. Faleminderit gjithëve, edhe pse orari është dhe data se thua shumë prej jush mund të jenë me pushime, por ne jemi duke marrë një vendim të rëndësishëm sot për qytetin e Durrësit, pasi
pavarësisht se ne kërkojmë miratimin e përdorimit të fondit, pra është një fond i cili nëpërmjet VKM-s numër 496 ka dalë në fletoren, më thënë është publikuar, është miratuar nga qeveria shqiptare. Kjo VKM jep mbështetjen financiare nga qeverisja qendrore për Bashkinë e Durrësit me një afat i cili do të jetë i miratuar një fond i cili do të jetë i miratuar çdo projekt buxhet afatmesëm. Nga ana tjetër, unë duhet të theksoj se ne me miratimin e këtij projekt vendimi sot do të vjojmë procedurat përkatëse për zgjidhjen e marrëveshjes për depozitimin e Durrësit për mbetjeve të qytetit tonë në landfillin e Sharrës. Kemi bërë disa hapa shumë të rëndësishëm ligjor, pra kemi qenë në një vit relativisht të vështirë, por kemi qenë skrupuloz tek pjesa e zbatimit të ligjit dhe kemi kërkuar nga gjithë institucionet të cilët janë përgjegjës për vendimarrjen në fushën e menaxhimit të mbetjeve urbane të kenë ata opinionin e tyre dhe të shprehin vendimet përkatëse, që nga viti 2020, qershori 2020, kur Këshilli Bashkiak bëri kërkesën për shpalljen e emergjencës mjedisore, janë marrë ne kemi bërë një sër kërkesash drejtuar institucioneve ku kemi bërë dhe propozimet tona si zgjidhje të mundshme në qytetin tonë. Më tej, Komiteti Menaxhimit Integruar të Mbetjeve në vitin 2021 ka marrë vendim për analizën e studimit të fizibilitetit, i cili është një material i hartuar nga ekspertë Bankës së KFV dhe Akumi, pra Agjencia Kanalizimit Ujësisë dhe Mbetjeve. Më tej, ky skenar i miratuar nga ky institucion, pra nga ky komitet, ka kaluar në qarkun e Durrësit, ka marrë miratimin përkatës dhe në qarkun e Durrësit, po i njëjti skenar është propozuar dhe për Këshillin Bashkiak në zbatim të ligjit të menaxhimit të mbetjeve si thua, dhe ne kemi bërë miratime përkatëse. Në bazë të këtyre miratimeve kemi drejtuar kërkesën ministrive përkatëse, Ministrisë Financave, Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit, si dhe Ministrisë Brendshme, e cila është përgjegjëse për autoritetet e njësisë vendore, dhe më tej Këshilli i Ministrave ka dalë me një VKM e cila na autorizon apo na lejon që të studiojmë ofertat, të studiojmë tregun dhe të japim një rekomandim dhe rezultatet e këtij studimi. Mbasi bëm gjithë hapat përkatës të VKM-s 438, e cila doli me 15 korrik, bëm rekomandimet tona dhe ju drejtuam institucion përkatëse për subjektet e licencuara, për tarifat, për kontratat që ka qeveria shqiptare dhe subjektet të cilat operojnë në treg, dhe më tej finalizuam kërkesën, e cila është dhe pjesë e materialit të redaksionit të Këshillit Bashkiak. Finalizuam kërkesën tonë, në bazë të së cilës ka dalë vendimi 496, datë 30 korrik 2021, i konfirmuar nga dy ministri të linjës, pra që është Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë, të cilët garantojnë që do t'japin një financim për Bashkinë e Durrësit. Ne kemi marrë përsipër që në PBA-n e ardhshme të kemi një kontribut prej 10% të vlerës totale dhe më tej në vitet e ardhshme kjo do të vinë në rritje 15% dhe 20% në PBA-n e 3 vjeçarit të fundit të financimit. Sigurisht është një strategji afatgjatë. Ne do ta zbatojmë hap pas hapi, duke zbatuar gjithë ligjet që janë në fuqi, qoftë në fushën e prokurimit publik, ashtu edhe në ligjin për buxhetin dhe për financat. Dhe ky vendim sot është i rëndësishëm dhe shpresojmë që do të finalizojmë shumë shpejt gjithë veprimtarinë tonë për të krijuar një normalitet me depozitimin normal të mbetjeve në qytetin tonë, për të vijuar më tej edhe me sistemimin përkatës që kanë nevojat që kanë ndërmarrjet, lidhur me efektet që do të ketë kjo qoftë për distancën apo për realizimin e stacionit transferimit, pra pasi realizimin të kësaj marrëveshje do të ecim me hapat e tjerë për të përmirësuar shërbimin ndaj qytetarëve të Durrësit. Ju faleminderit dhe ju uroj që të keni pushime të mbara dhe faleminderit edhe për gatishmërinë, pavarësisht se për ne është një situatë
e rëndësishme dhe emergjente zgjidhja e kësaj problematike. Faleminderit zonja kryetare, duke u falenderuar për të sqarim të hollësishëm për gjithë hapat që janë bërë në marrjen e këtij vendimi. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 1. Dhe për këtë i japim me radhë fjalën për projekt vendimin e pikës për miratimin e përdorimit të fondit përfituar në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 496 datë 30/7/2021 për miratimin e kërkesës Bashkisë Durrës për mbështetje financiare nga Qeveria Qendrore për miratimin e mbetjeve. Komisionit Mjedisit dhe Trajtimit Mbetjeve me kryetare zonjën Morena Boja. Përshëndetje, të nderuar këshilltar, e nderuar zonja kryetare, antarët e Komisionit të Mjedisit dhe Trajtimit të Mbetjeve me mjetet të komunikimit elektronik morën në shqyrtim pikën 1 të rendit të ditës për miratimin e përdorimit të fondit të përfituar në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 496 datë 30/7/2021 për miratimin e kërkesës së Bashkisë Durrës për mbështetje financiare nga Qeverisja Qendrore për menaxhimin e mbetjeve. Komisioni vendos me shumicë votash miratimin e projekt vendimit dhe kalimin për votim në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Faleminderit. Faleminderit, Morena. Atëherë Komisioni i Buxhetit, Financës dhe Taksave, Tarifave me kryetare zonjën Pamela Bardhaj. Faleminderit. Komisioni ynë vendosi pro miratimit të pikës së rendit të ditës së sotme. Faleminderit. Faleminderit, Pamela. Komisioni i Rregullores dhe Çështjeve Juridike me kryetare zonjën Almeida Roshi. Përshëndetje, gjithashtu edhe Almeida, hape mikrofonin të lutem. dëgjojmë, përshëndetje. Përshëndetje, po. Përshëndetje këshilltarën, përshëndetje zonja kryetare. Komisioni Rregullor dhe Çështjeve Juridike propozon për të kaluar pikën 1 të rendit të ditës në votim. Faleminderit. Faleminderit, zonja Almeida. Dhe Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike me kryetar zotin Elio Jan. Përshëndetje të gjithëve. Edhe Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike është dakord me propozimin e Bashkisë dhe propozon miratimin e saj. Faleminderit. Faleminderit, Elio. Atëherë nëse ka komente ose pyetje për këtë pikë të rendit të ditës. Dhe para se të kalohet në votim, a ka deklaratë konflikti të interesit? Atëherë kalojmë në votim. Kush është pro pikës 1 të rendit të ditës? Të votojnë në chat. Kundër ka kësaj pike ose abstenim? Personalisht jam pro, në pamundësi për të shkruar që në shkruar telefon. Legët kanë votuar Zamira dhe nuk ka asnjë kundra dhe asnjë abstenim deri më tani. Okej, atëherë miratohet kjo pikë e rëndësishme dhe vetme e rendit të ditës. Duke falenderuar kryetaren në detyrë zonjën Emiliana Sako dhe të gjithëve për pjesëmarrjen.
E deklaroj të mbyllur këtë mbledhje duke i uruar të gjithëve pushimet e gëzuara. Faleminderit. Kalofshit mirë, pushimet mbara. Faleminderit të gjithëve.